Përshëndetje, mirë se erdhët në programin tim. Siç u premtova herën e kaluar, kësaj here vi me një histori njerëzore, ekskluzive nga diaspora shqiptare. Vajza që shikoni në këtë video është një vajzë e cila e ka nisur rrugën e emigrimit shumë vite më përpara. Dhe ka kaluar shumë sfida në jetën e saj, por sigurisht ka dhe momentet e suksesit, të cilët ne do t'i diskutojmë në këtë intervistë. Por fillimisht, ju ftoj të gjithëve të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube channel. Dhe kjo është Ori Buna, e ftuara sot. Ori, faleminderit shumë që pranove ftesën për t'ju bashkuar podcastit tim. Përshëndetje Linda, jam shumë e gëzuar që gjendem në këtë podcast, sepse sot do rrëfen shumë momente të dhimbshura, por edhe aq të bukura. Absolutisht që po. Ori, ne do flasim si dy shoqe sot. Nuk ka shumë që të njoh dhe unë, por realisht jam e bindur që historia jote është shumë e gjatë. Si thua ta fillojmë pak që nga momenti i largimit nga Shqipëria, rrugtimin tënd, në çfarë moshe u largove dhe pse u largove nga Shqipëria? Atëre ku në Greqi u stabilizua me familjen, me prindit dhe me dy vëllezërit, ka qenë një emigrim. Nëse do më pyesje mua, në dy emigrimet e mia ai ka qenë më i lehtë se i Londrës, por që aty vazhdova pastaj studimet, mbarova gjimnazin, të përgjithshmin, profesionalin për hospitality. Më vonë kam studiuar edhe për management business, domethënë. Dhe përse u largove? Pyetja ime, sepse duke qenë se pas ke pasur një jetë profesionale të mirë, mundësit për zhvillim dhe emancipim i ke pasur edhe në Shqipëri gjatë kësaj periudhe. Përse u largove? Cila ishte arsye? Po, drejt Greqisë apo jo? Dhe pastaj aty ke jetuar shumë vite. Ka qenë një periudhë shumë e dhimbshur kur kam qenë fëmijë dhe kur kam qenë pro-adoleshente, bazuar, unë kam qenë shumë e dashuruar me shkollën dhe me librat, dhe kam qenë një nxënëse e mirë. Dhe unë doja të vazhdoja kolegjin turk dikur kur ishte moda atyre viteve, por në pamundësi prindit e mi dhe koha dhe lufta që ekzistonte, ishte pamundur që të më lini dhe kështu u larguam të gjithë. Por unë hypja në autobus dhe kur shikoja që largoheshim nga Shqipëria, nuk imagjinoja do të një jetë tjetër, nuk kishim parë që kishim parë të mere në vitet 97-98, kisha përjetu një tram si fëmijë, sepse fatkeqësisht Burreli ka pas shumë vrasje. Dhe po unë kam jetuar në Burrel dhe kemi përjetu shumë momente të këqija në ato vite dhe isha e traumatizuar, le ta themi, si fëmijë, jo vetëm unë, por edhe shumë fëmijë të tjerë. Por ja që jeta vazhdoi dhe për mua Greqia ka qenë një vend ku më ka dhënë shumë lehtësim, si nga ana shpirtërore, si nga ana e studimeve, arsimore dhe gjithashtu shoqërore, pa diskutim. Pra jetoje me familjen në Greqi dhe ke jetuar shumë vite aty. Si ka qenë jeta jote për gjatë këtyre viteve? Cilat kanë qenë vështërsitë më të shumta? Se besoj ke pasur arsye të forta që e larguar pastaj. Aty nis drama më e vështirë e jetës tënde, largimi nga Greqia që ti vendos të vish në Mbretërinë e Bashkuar, apo jo? Po, okay. Realisht, kam pas një jetë shumë normale në Greqi dhe e kam thënë dhe shumë herë nëpër live-et e mia. Nuk jam ndjerë kur të kem një racizëm. Përkundrazi mësuesit në ato vite më shikoni një fëmijë shumë të qetë, më shikoni një fëmijë që e doja shumë shkollën dhe librin, edhe pse s'kuptoja, shikonin veprimtaritë e mia, shikonin çdo interesim që unë kisha ndaj shkollës dhe unë nuk do të harroj kur një mësuese Katerina Gjika, e cila më thoshte ti do t'ja dalësh një jetë, më thoshte po ti e ke me shumë pasion shkollën dhe unë ty të kam sjell një dhuratë dhe më sjell një libër shumë të vogël për ta lexuar dhe për të vazhduar më gjatë dhe për të mësuar gjuhën greke, e cila është një gjuhë shumë
e vështirë. Dhe ishte Princi i vogël që quhej ai libri, ka qenë një dhuratë e parë që unë kam marrë në jetën time në ato vite adoleshente. Dhe unë atë libër e dashurova dhe nga ai moment unë isha shumë e pasionuar mas librave, mas mësimeve, mas shkollës dhe me sjelljen time dhe me edukatën familjare që më ka dhënë mami dhe babi, unë kam arritur shumë gjëra dhe vetëm, le ta themi, sepse ata dy prindër punonin shumë për të na rritur neve dhe për të na shkolluar, por çdo gjë merret nga themeli, besoj, dhe unë i falenderoj dy prindit e mi dhe ju them që ju du shumë. Faleminderit shumë për këtë mesazh të bukur, por besoj që ke pasur disa momente të vështira gjatë jetës në Greqi. Si ka qenë jeta jote përpos karrierës, studimeve? Arritet i përfundosh dot, sepse në Shqipëri nuk i përfundove dot për shkak të luftës, po në Greqi? Atëherë, kur në mbarimin e liceut, siç i thon Likjo, domethënë gjimnazi jon, le ta përshkruaj, unë pa ta kaluar me një notë të kalueshme mjaft mesatare në Kret për studime për turizëm. Mirë po, prindit e mi tradicional donin që më mirë të fejohesha, të martohesha, sepse ishin kushtet dhe kohët e tilla dhe nuk donin që unë të largohesha nga shtëpia dhe unë këtë shans. Largohem nga fshati ku rritnim në Epidavro dhe vendosem në Lutrajkit të Greqisë, në Korintho, në zonën e Korinthit, ku aty shkoj ke shoqet e mia dhe ju them që unë dua të vi me studime këtu, dua të gjej një shkollë SESVën teknike që të bazohet në turizëm. Aty pastaj gjeta shkollën, gjeta dhe shtëpinë gjithashtu dhe vendosem vetëm. Pra u shkëpute nga familja. Po u shkëputa vetëm për një moment të caktuar, po bashkëtoja me vllajën e vogël për 1 muaj, 2 muaj, derisa erdhën të prindit. Po, mos dakordësia pra, doje të ishe pavarur dhe të kishe vendimet të tua personale, këto të quan drejt shkëputjes? Shkollës jo që të bëja një jetë të vetme, po doja më shumë nga ana e shkollës, që të mbaroja një studim, doja patjetër të kisha një letër, një certifikat, një diplomë. Ja dole ta përfundosh? Po, patjetër që po. Isha nxënëse e 2 të klasës, isha apusiologos do të thot ai nxënës që është me nota të mira, jo i pari, i dyti, domethënë, unë isha e dyta, lexoja shumë, isha përgatitur sepse kisha mbaruar një shkollë gjimnaz që ishte më i vështirë dhe teknikja ishte pak më e lehtë për mua, por kur mbaroi dhe teknikën, kaloj prapë në Patra, për shkollë të lartë, dhe në atë vit unë kisha njohur babain e vajzave, ishim në njohje dhe mamaja ime sërish si prind kërkues dhe tradicional, më thot nuk do ta vazhdo shkollën, thot, sepse do ikësh larg, nuk janë kushtet e tilla, duam që do të fejmë, do të martojmë, po e njëjta histori. Po ti ndërkohë ishe njohur vetë me babain e vajzave. Po ata familja donin të martonin me dikë tjetër? Jo, absolutisht apo jo. Si ishte situata? E shikonin që unë isha shumë kërkuese ndaj vetes, dhe më thonin që mos e nxiton në zgjidhjet e tuaja, po prit. Mirë, po kjo gjë mua më pengonte nga njëra anë, sepse unë jam shumë open mind dhe kam qenë që e vogël, pavarësisht se nuk flisja dhe nuk doja realisht të kundërvihesha në forma të ndryshme dhe gjithmonë kam qenë një tapet i shkelur në thonjza nga mirësia ime, dëgjoja shumë, por nuk kisha kurajon të hecja dhe të bëja ato çfarë doja lirshëm. Derisa aty pastaj me babain e vajzave krijuam lidhjen tonë. Si u njohe me të? Mund të na japësh pak më shumë detaje? Po, patjetër, është një person shumë i mirë dhe është një person i cili më ka ndendur deri në këtë moment që po flasim bashkë, më ka suportuar jashtëmase. Kemi një raport shumë të mirë,
nuk kam përshkrim për atë person. E qartë, po si e njohur me ta. Ne do të dim detaje se si ka nisur njohja, sa gjatë keni qëndruar bashk dhe deri tek ndarja. Ku kemi pasjetuar të dy, është bregdetar dhe ngjan pak a shumë si Saranda, dhe në bus datit jemi njohur, ku ka shprehu pëlqimin e tij dhe unë të timin, domethënë. Edhe kemi filluar kontaktet, pastaj kam kontaktuar. Nga është ai, nëse mund të kemi detaje, domethënë shqiptar. Shqiptar. Shqiptar patjetër, nga jugu i Shqipërisë. Dhe ishte gjatë gjithë kohës, domethënë në vazhdimsi të shkollës time në shkollën teknike, ishte paralelisht me mua dhe më suportonte në psikologji, në ndjenja, në të gjitha. Derisa pastaj vendosëm mbasi mbarova shkollën. Keni jetuar fillimisht sa vite? Keni jetuar në Greqi apo jo? Sa vite? Me bashortin kemi bashkëtuar që nga 2006 deri në 2019. Vetëm bashkëtesë. Nuk apo martesë. Pati bekimin e familjes kjo marrëdhënie, kjo njohje me bashortin? Në fillim po, ndikoi shumë në fillim. Na mori gjatë 9 muaj. Kisha luftë psikologjike jashtë masa. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që të tjerë donin të bëja çfarë dëshironin ata dhe çfarë jo unë ndjeja. Dhe duke qenë mbas një farë periudhe gjithë ajo urtësi, ajo qetësi shpirtërore që u kisha, u ktheva në një agresivitet në thonjza, një kokë mosqarse, dhe vazhdova dhe ndoqa zemrën. Ti kishe ndjekur një rrugë të drejtë praktikisht, studimet, njohen një njeri të mirë, krijohet familjen së bashku. Çfarë ndodhi? Përse familja nuk e pranoi asnjëherë dhe çfarë të ka ndëshkuar kaq shumë në jetën tënde në atë periudhë? Në fillimet e njohjes nuk e pranonin, sepse ishte një punëtor i thjeshtë. Nuk ishte mbaruar një arsim të caktuar, më falni, po, sepse kam edhe emocione. Edhe ishim pak, le ta themi, bënin bullizëm, që ti ke shkollë, shtresa sociale, exactly. Dhe unë jam një tip që nuk i shikoj këto gjëra. Unë gjithmonë kam ecë me zemrën në çdo lloj aspekti. Dhe për këtë arsye nuk kanë dashur. Po pastaj kur e njohën, ishin më shumë kundra meje para bashortit. Domethënë sepse është një njeri shumë i mirë. E kuptoj, po në fund e pranuan njohjen tuaj dhe besoj që një periudhë të jetës tënde ke qenë shumë e lumtur. Okej. Po çfarë ndodhi më pas? Kur filluan problemet mes jush realisht? Ju sollet një 2 vajza apo jo? Patjetër. Janë të rritura. Kam 2 goca të mrekullueshme, jam shumë e privilegjuar dhe jam shumë krenare për 2 vajzat e mia. Kam punuar shumë me gocat e mia kur kanë qenë moshë të vogël, në themelet. Çfarë punë bëje? Dhe çfarë punë bënte edhe bashorti jot, ish bashorti? Atëherë, punët kanë qenë të ndryshme. Unë nuk kam punuar asnjëherë në jetën time, i kam pas gjitha gati. Kam qenë një princesh. Kam pas një jetë luksi. Bashorti im ka punuar dhe në ndërtim, ka qenë supermarës, pallatesh, por gjithsesi ne krijuam një familje shumë të shëndetshme, ku kemi dhënë të dy kontributin tonë si prindër. Ti nuk punoje fare ndërkohë gjatë kësaj periudhe? Punonte vetëm ish bashort? Kam qenë 24 me fëmijët. Po. Dhe kam qenë një punë dhe jam shumë e plotësuar nga kjo anë që kam jetuar çdo moment të fëmijëve. Dhe ishte zgjedhja jote kjo apo nuk kishe mundësi tjetër? Unë nuk kam qenë e nguruar nga im bashort, nga baba i fëmijëve, por thjesht ai kishte dëshirën që unë të rria dhe mos të punoja
Për asnjë lloj arsye, thjesht isha me fëmijët, nuk ka qenë i egër ndaj meje, as bullizues, për asnjë arsye, absolutisht jo. Xhelozia ndoshta dhe ka penguar disi Edhe mbase një xhelozi e fshehur, mund të themi, por jo që jo, unë besoj se me babin e fëmijëve kemi kaluar mjaft mirë. e qartë dhe bashkë me të vendoset të emigroni drejt Mbretërisë së Bashkuar. Në çfarë viti dhe cila ishte arsyeja? Jemi larguar në 2019. Patëm sa, domethënë, lëkundjet e jetës bën vetat, jeta e natës bën vetat. Atëherë ishte një arsye shumë e fortë kur jam larguar nga Greqia. Ishin debatet e forta që kishim midis njëri tjetrit, por jo vetëm. Shumë njerëz hynë në jetën tonë familjare. Çfarë debatesh konkretisht? Çfarë krisi marrëdhënien tuaj? Ne ishim shumë të lumtur të dy, dhe xhelozitë e njerëzve dhe qoftë edhe për një diçka më të vogël që do shikonin në shtëpi, do merreshin me thashathemet tona dhe me jetën tonë personale. Por kjo për mua ka qenë një gjë zero, domethënë nuk i llogarisja, por duke i lënë dita ditës njerëzit të ndërhynin, na çuan drejt shkatërrimit. Dhe si thonë, ka qenë një flak në ato vite, edhe na e shuan dashurin, me dashje pa dashje. Po ka qenë ndikoi edhe pak jetë e natës. Nuk kam qenë shumë e heshtur, por vetmja gjë që ishte unë debatoja si gjithë çiftet. Nuk jam as e para as e fundit, edhe në fund e gjinim gjuhën të përbashkët, të dy bashkë. Do më thënë që lidhje kishte punë e tje natës, për kë ishte problema ajo punë që ai bënte? Problem nuk ishte për asnjë, po thjesht njerëzit ngacmonin në mënyrë, le ta themi në thonjza, mesazhe të kapura, jo nga ana e bashortit, nga ana e disa persona dhe femra, të cilat mua më thyn shumë zemrën. Na tregosh një rast konkret? Ndoshta është shumë e vështirë, po kjo na ndihmon për të kuptuar më shumë. Tashmë dhe nuk dua të merrem me Jo asnjë. konkretisht me emra, por si ka ndërhyrë marrëdhënien tuaj? Domethënë është gjithmonë një femër që ka ndërhyrë apo çfarë ka ndodhur konkretisht? Unë nuk po e kuptoj dot. Atëherë, kur një person është i mirëqenë dhe ekonomikisht është i ngritur, çdo femër materialiste do arije ta bëjë një mashkull për vete. Domethënë kjo ka qenë dhe pikërisht unë nga ato persona jam thyer jashtëzakonisht, nuk e kanë marrë vesh kurrë nga ana ime, por që kanë qenë për shumë vite të ruajtura brenda. Dhe në këtë aspekt dua të theksoj që absolutisht nuk ka qenë faj i tim bashorti, ka majt një qëndrim shumë zotëri. Po kur e kuptove ti në atë moshë? Unë e kuptova nga një mesazh që erdhi në moment dhe ishte i numër, nuk ishte i shënuar as me pseudonim, dhe në ato momente hap mesazhin sepse i ka pas lënë gjërat e hapura bashorti, gjitha nuk kishte çfarë të fshinte, dhe unë lexova mesazhin dhe poshtë pash emrin e saj, domethënë që janë Filanja. Çfarë e kishte shkruar? E mban mend? Nuk do të futem kaq në privatësi. Okej, në rregull. Kjo ishte arsyeja e ndarjes? Të thash dhe pak më para, janë shumë arsye. Po ju dy bashkë nuk mund ta kaloni këtë situatë duke qenë se ishte influenca e jashtë. 5 vite për më mos u ndar. Si keni luftuar? Kemi luftuar, domethënë, jeta jon ka qenë ti që penin e mos e kput. Unë kam përshtypjen që kjo marrëdhënie do kthehet sërish. E kam këtë ndjesi, sepse me gjithë këtë që po rrefen, nuk ka një fajtor kjo ndarja, a kupton? Dashur që ka ende respekt, ka ende dashuri. Jo, nuk ka një, më kupton, nga ana ju të dyve, nuk shoh një arsye të fortë për këtë. Ne kemi qenë shumë të dashuruar,
dhe kemi qenë shumë të komunikueshëm si çift. Ne kemi qenë 24 pothuajse të dy bashk, nuk kemi pas gjëra të fshehura njëri me tjetrin. Xhelozit e njerëzve nuk na linin, inatët e njerëzve nuk na linin. Domethënë, vinin ke shtëpia dhe thonin, "Ua, sa rahat që është kjo." Por nuk ma thonin kur në sy. Që futesh ke shtëpia e kësaj të është si xhami. Domethënë, ku të shkilte këmba ishte kam qenë e tillë, jepem shumë mas familjes, mas shtëpisë, mas fëmijëve, vetes, gjithashtu dhe bashorti. Domethënë, kam qenë shumë e përpikët në këto pika. E shoh që je shumë e kujdesshme kur flet për këtë marrëdhënie dhe është shumë e ndjeshme edhe për ty, sepse po e shoh që është shumë vazhdon akoma të kesh shumë pikë pyetje, por si vendoset të ndaheshit? Shumë e vështirë. Situatat, agravimet që ndodheshin gjatë gjithë kohës familje. E shikoja që ndikoheshin shumë. I pengonte mirësia ime. Kam qenë unë edhe ish bashorti, kemi qenë shumë të thënë mbas njerëzve. Kemi ndihmuar shumë. Kemi bërë shumë mirë në njerëz, por na kam bërë vetëm dëme. Dhe nuk kemi vlerësuar asnjëherë. Dhe kur ujë shtoll mielli, themi ne, arrin një pikë që lodhet çifti. Fillojnë konfuzimet njëri me tjetrin. Dhe çdo gjë kthehet në debate, kthehet me dashje pa dashje në fund, psikologjike, fizike, por asnjëherë me dashjen e të dyve. Po thua që ka pasur dhunë në fund kjo marrëdhënie? Nga e tepërta të dyve, se edhe unë jam nevrike, por situatat e tilla gjithmonë me do e mos e sjellë një farë lloj dhune. Ta thash edhe një herë, unë babajnë e fëmijëve është i vetmi person që e vete përpara familjes time. Shumë, e di, ka shumë për të folur rreth kësaj. Unë e ve përpara familjes time. E vlerëson shumë, domethënë, përpos e dua sinqerisht si njëri, edhe do ta dua derisa të mbyll sytë e mi. Sido që të jetë jetëja ime, sido që të jetë jeta e atit. Edhe është një moment që është herë e parë që flas për këtë person dhe jemi krenar si unë, si vajzat e mia, që e kemi një jetë. E qartë. Po pas ndarjes, si vazhdoi jeta jote? Ashtu ndikuan disa probleme rreth jetës së tij dhe unë marr vendimin për ta shpëtuar. Kisha vetëm unë pasaportën greke në ato vite. Dhe më thonë njerëzit që vetëm ti mund ta bësh një hap të tillë dhe realisht marra vendimin aty ku kisha ndërtuar jetën time 21 vite, aty ku isha high class në të gjitha po, patjetër. I rrëzojnë brenda një muaji, shtëpinë fal gjërat brenda makinën të gjitha dhe kam ikur me 5 valingje. Me 5 valingje? 5 valingje me rroba, me 2 vajzat, me tim shoq, me babajnë e fëmijëve. Po, ishe ndarë apo si e nisët rrugën bashkë? Faza të ndarjes. Sa i përket pjesës së ardhjes këtu në 2019, marr vendimin dhe 2 vajzat, bashortin dhe stabilizohemi në Londër. Një jetë shumë vështirë. Domethënë, unë nuk kam dashur të vi. Ka qenë një po, unë nuk kam dashur të vi. Edhe kam përjetuar rreth 3 vite gjysmë shumë keq këtë gjë. Nuk isha happy me jetën këtu. Fatkeqësisht njerëzit që më kishin premtuar nuk më realizuan dhe nuk më mbështetën aq sa
mua më kishin rrëfyer nga telefoni. Përveç se një personje e cila shqiponja e cila unë asajt ju jam mirënjohëse deri në këtë pikë, edhe ajo ka qenë shkaku që më mbajti dhe më tha ti nuk do largohesh sepse unë doja të ikja, të kthehesha mbrapsht. Më tha mua ti nuk do ikësh, si do gjesh shtëpinë kur kam marrë deri në parë vetëm. Çfarë moshe kisha Ori dhe përse doje të ktheheshe mbrapsht, domethënë fakti që ishe në krizë u ndave përfundimisht nga ish bashorti dhe po nisje jetën e vetme, dhe ndoshta nuk ishe mësuar të përballoje gjithçka. Cila ishte arsyeja e vërtet? Në sa i përket përballimit, absolutisht që nuk frikem nga përballjet e jetës, nuk më pëlqente ambienti. Ishim të izoluar në fillim, domethënë rrimni me një shtëpi aty ku dilja mëngjes pija kafen, merja makinën, merja fëmijët, i çoja në për lodra, në për gjërat e tyre, në aktivitetet e tyre, vi me një burg totalisht 3 vite gjys. Anglia për mu po, ka qenë, derisa kam filluar pjesën e muzikës, për mua ka qenë burg. Dhe nuk kisha asnjë palë dhe njerëz mbi të gjitha që të ke një afrimitet. Por gjithsesi unë ja dola. Ne do të kalojmë tek sukseset e tua, Ori, por jam e bindur që as njerëzit më të afërt nuk e din Orin e vërtet, këto vuajtje që ti realisht ke kaluar. Edhe tani që po tregon për izolimin social dhe psikologjik që ti ke përjetuar në fillimet e tua në Londër, është një gjë që e kanë përjetuar gjithë emigrantët dhe këtu të kuptojmë të gjithë. Besoj kjo ishte arsye që donte të ke pasur ato luhatjet e tua, nuk më pëlqen, do kthehem etj. Nga dita në natë, domethënë, ishin 2 pole të kundërta. Të vish nga një vend ku ke diellin, ke shoqërinë, je ngritur në pozitë, i ke gjitha të mirat, i ke fëmijët në për aktivitete, dhe të vish këtu dhe mos dalësh as për kafe, mos nxjerrësh as fëmijë diku ti çosh në aktivitete, dhe mos të jenë afër për të ndihmuar në ato ditët e para. Mua më shumë është ngjendur një greke, të cilën e falenderoj nga zemra, ajo ka qenë suporti më i madh gjatë gjithë atyre 3 viteve që unë kam përjetuar keq. Domethënë më ka ndendur për çdo hall, për çdo të keqe, për çdo të mirë unë e kam pas në anën e djathtë. Por fatkeqësisht era dhe korona në ato 2 vite dhe kjo na pengoi pak sepse unë jam shumë optimiste, edhe pse kam përjetuar dhunën e psikologjike më shumë në jetën time, mos bëj këtë, mos bëj atë, unë prapë nuk e kam vënë poshtë dhe nuk do ta vë poshtë derisa të mbyll sytë, kam thënë dhe do ta them. Përpos izolimit social që ti ke përjetuar, ashtu si çdo emigrant në fakt e përjeton kur shkëputet nga një vend dhe nis një jetë të re në një vend tjetër. Ishe shkëputur nga kjo marrëdhënie nga ish bashorti kur kisha edhe këto luhatjet emocionale në fillim këtu? Dhe kur ndodhi realisht, se dua të shoh Orin vetëm, si e ka përballuar jetën? Të jem realiste, jo, kam qenë rreth 2019, 2020 deri në 2021-shin. Fillimet e 2021-shit kemi qenë në bashkjet, kemi qenë të dy bashkë me gocat, domethënë familje. Dhe në 2021-shin, në pranverë të 2021-shit, jemi ndarë. 2021 aty ku kam filluar pastaj dhe këngën, domethënë. Unë kam studiuar në Greqi, e ka ditur im shoq dhe më ka suportuar kur kam bërë dhe 2 koncerte atje. I kemi kaluar pak këto stepet, por që rikthehem prap në Greqi 2018. Si ishte jeta jote vetëm me 2 vajzat? Në aspektin ekonomik, emocional,
në aspektin e presionit shoqëror që ti ke përjetuar, na I përshkruaj gjitha Ori, ne duam të kuptojmë rrugën tënde eksaktësisht, si një mamje vetme. Atëre, u kanë qenë 3 pika të forta. Ndarja, bullizmi I vajzave në shkollë, I cila më pengon të jashtë masa, dhe karriera ime. Do më thënë, ishin 3 faza në një kohë që deri diku humba dhe pak kontrollin. Dhe e ndikuar nga ana e psikologjisë shumë nga njerëzit, jo të shoqërisë, kam shumë pak miq, shok të vërtet, kam shumë të njohur, flas me të gjithë, respektoj të gjithë, por ato që kam, I kam të saktë. Dhe unë dhe ndjekësit të këtij podcasti duan të kuptojnë Orin nga një vajzë princesh në Greqi, që ti ke pasur suportin e bashortit, por dhe jetën e ke pasur të bukur, jo të vështirë. Jeta e vështirë vazhdoi sapo erdhe në Londër. Okej, aspekti, problemet emocionale, krisja, marrëdhënia kishin ndikuar në jetën tënde. Pasi erdhe këtu, bashorti edhe pas ndarjes ti po thua të ka suportuar. Jashtë mase. Pra nuk është se e ke ndjerë ti këtë problem, apo mangësi. Ka qenë një mbështetje shumë e madhe për mua. Ka qenë një mbështetje e madhe edhe nuk di çfarë do të them për atë njeri, unë e dua jashtë masa. Ftojmë në një podcast ish bashortin, do ju përballoj të dyve, sepse kjo marrëdhënie nuk ka përfunduar zemër. Kjo unë shoh që këtu ka diçka që nuk është shkëputur totalisht, kur ka dashuri akoma dhe ka gëzon ka shumë respekt dhe po flasim për njeriu me cilin ti ke 2 vajza të mrekullueshme. Ku jemi sot që flasim pas kaq vitesh, Ori? Është një pengesë. Dhe këtë do ta them pak më vonë kur do dalim në temën më të specifikuar. Ai si person është shumë mendje hapur. Dhe ai më don jashtë masa. Të don akoma? Po. Ai më don edhe ai ka thënë një shprehje në Londër. Ai ka thënë që nuse në shtëpinë time nuk vjen më dhe mamas time, mama nuk I thjerr askush përveç se teje. Do lë ndjekësit ta komentojnë këtë intervistë, sepse unë po mundohem shumë që të kuptoj, por ka diçka këtu që do ta tregoj koha, kam përshtypjen. Pasa. Çdo gjë është në dorë të Zotit. E qartë. Ori, është bukur kur ti flet kaq fjalë të bukura për ish bashortin që ruani një marrëdhënie kaq të shëndetshme, të mirë me njëri tjetrin edhe për hir të fëmijëve, por jo vetëm. Ka mes jush diçka që ju lidh akoma, nuk janë vetëm fëmijët. Është e vërtetë sepse ne jemi njohur të rinj dhe çdo gjë, çdo sfidë, çdo arritje në fillimet tona I kemi bërë bashkë. Dhe gjithmonë më ka thënë, unë nuk kam 2 vajza, unë kam 3, e madhja je ti. A keni diferencë në moshë me ish bashortin? Jo, 4 vite, është më i madh se mua. Po, cila ishte arsyeja e fortë e ndarjes, Ori? Syri ka plas edhe gurin, por unë besoj se kam pas edhe magji. Unë besoj shumë në këto gjëra. Po, unë besoj sepse I kam pa dhe në shtëpinë time. Çfarë ke? Ne kemi pas një persone, nuk du ta bëj publike emrin, e cila na hante me sy, por kam gjetur, në shtëpinë time kam gjetur ke krevati, biles është bërë një plakë e vjetër, është bërë sebeb. Dhe kur më plasi plumbat, më tha, ti tha, kur të shkosh në Greqi, tha, do shkosh ke krevati, do ngresh atë dyshekun, dhe në ke këmba, tha, atje e krevatit, dhe mua shiko se qa do kesh. Kur shkoj unë,
Kam gjetë një gosht, kam gjetë thonjë, të prerë, po, kam gjetë flok, dhe një penë të zi. Kjo ka qenë në fillimet tona, kjo ka qenë para se të lindte goca e madhe. Çfarë të ndodhi ty pas këtij momenti, cili ishte reagimi jot, ose çfarë domethënia ka? I ruesha shumë asaj personja. Unë atë persone, sepse unë e dija kush më ka ardhur në shtëpi, nuk ishin shumë. Domethënë, në ato vite që mua më hynin mendili se sapo kishim dalë në shtëpi të re, dhe nuk ishim të shumë njerëz, për shumë komshi apo ku ta di unë apo të dyshoja. Unë e dija që kanë ardhur 3 veta, nga këto 3 veta, 2 janë të mi, 1 është i huaj. Dhe sigurisht, unë këtë gjë e di, sepse kjo ka vazhduar shumë kohë, kjo gjë ka shbërë dhe në makinë tonë. Nuk kishte javë, 10 ditë, 2 javë, makina jonë shkote për servis. Domethënë, makina të reja. Është e afërm ai person? Është i rrethit familjar? Përse ja u ka bërë këtë gjë? Tani ke mundësi të reflektosh dhe të bësh analizën më me ftohtësi. Përse e donte të keqen e jetës tënde, të familjes tënde? Kjo persone ishte shumë xheloze si persone. Dhe unë kam qenë shumë me aftë si fëmijë, se që në moshën 12-13 vjeç unë risja fëmijë dhe unë isha shumë e përgatitur për jetën, për martesën, për familjen. Dhe çdo gjë që unë reflektonte, jo për t'i bërë qefin vetes, po kështu kam qenë, edhe e din gjithë bota këtë është fakt. Dhe sa herë vinte thoshte, inshallah vajza ime arrin të ngjan ty. Domethënë kishte një, nuk e thoshte me krenari, e thoshte më shumë nga inati, nga xhelozia, sepse dikush kur të don, vepron edhe në gjëra të tjera. Kisha parë shumë ndaj asaj që më kishte vjedhur edhe gjërat personale, më kishin humbur edhe rrobat të brendshme, gjërat të cilat përdorin për magji. Po. Prandaj kanë qenë këto zënjet, persona të tretë. Domethënë ka qenë një jetë shumë e ndërlikume. Gocën e madhe kam pas gjithmonë një. Edhe pse ishte 12 vjeçe, kam pas reflektuar me të dhe jo në mënyrën e drejt për ta futur në sikletet e shtëpisë, në të marrëdhënies tonë, por kur ishte diçka e bujshme dhe e shikonte, nuk kishte çfarë t'i fshihej atij fëmia, por thjesht i jepja një kurajo që dëgjoj, është mbase ndodhi kjo gjë, por është për të mirën tonë. Për një farë kohe, mbase do jemi prapë bashkë, po një farë kohe duhet të... A ke kërkuar ndihmë psikologjike apo nga një i afërm, nga ndonjë familjar apo nga ndonjë institucion i duhur? Apo vazhdonte akoma mentaliteti magjive? Domethënë, 2 persona kanë qenë që unë jam hapur për problemet e mia. Ka qenë Nusje Dajos, e cilën e du shumë, pafund, dhe unë jam shumë mirënjohëse në njerëz që më kuptojnë, dhe tezja ime. Pra ke komunikuar? Po. Ka ndihmuar ndoshta sa do pak. Po. Dhe kanë ditur dhe realitetin. Sepse është shumë kollaj të gjykosh një person nga aparenca jashtme, nga e të qenurit, të veshurit, nga ajo çfarë je në realitet. Dhe shumicën e pengon fakti që si ka mundësi që kjo nga ishte urtë, u bë kaq eksplozive, mos ka këtë, mos ka fillojnë dyshimet, asnjë lloj dyshimi. Thjesht u lodha me të gjithë, dhe secili ka marrë derën e mbyllur mbrapsht.